Të ndëruar xhamat, le të jetë vdekja mësim për neve gjallëve, sikur që është edhe mërzi për neve, edhe për familjen, nga se nana është treha e fundit ku ti në gjenë ngrohtësinë, nana është kalla e fundit ku ti aty e gjenë mëshirën, nana është dora e fundit, butësia e fundit, nuk ka me të mëshiru kërkush më si nana, s'ka me të këshirë më kërkush si nana, s'ka me të falë më gabimi kërkush si nana. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, ajo derë xhenetit, s'ka më tjetër derë xhenetit. Andaj i ka një njeri të Ibn Abbas radiallahu an, i cili ka vrarë një njeri, edhe ka thënë hoxh, ka qenë hoxha i sahabeve, ka thënë a ka zgjidhje kjo puna, ma falë Allahi, ka thënë a e ki nanën gjallë, ka thënë jo, e ka këshirë një herë, ka lanë një herë me brit, ka thënë motrën e nanës, a ki tezen, ka thënë po, ka thënë shko bani hizmet asaj panal, nashta Allahu gjelora ta falë. Andaj, kjo dore mëshirës, kjo dore mundësijës, kjo dore cila nuk dvej qka ki ba sa her ta falë, ta bat halat ala pa ja gabue, kjo a vesh nana, sot e ke përfundue. Andaj, kush e ka gjallë, le t'i boje hizmet, le t'a kshirë, le t'a doje, dhe le t'ja boje krejt ato kërkesën qka i lip, përveç ko Allahu gjilla ka bo haram. E atyre që ju kanë ndru jetë, le t'bojnë veprat mira dhe t'bojnë dua, që Allahu subhanahu wa ta'ala t'i